problemi më i madh që historiantë dhe politikantë nuk janë marrë me çështën Rrugovës, se edhe në Rrugovë tjetër është prej Bogëve deri në Nivagrad. Krejt tokë e Rrugovës. Eksaktësisht sa që shihni Rrugovë këtu është prej Bogëve deri në Nivagrad. Po unë mendoj që mbi 300% ka ndryshuar me jetën e atëhershme. Këtu kur kam qenë fëmijë, ka ra edhe borë, ka 2 metra. Shtëpiat kanë qenë arkaike. Unë kom jetu me shpresë edhe kur kom dalë mas parit. Unë kom pas njerëz të mijë në Amerikë. Kom pas njerëz të mijë në Amerikë. Edhe më thoshin të marrë Amerika me të mirë. Edhe si do më thonë, kur të thot të marrë Amerika me të mirë, ti përsaktohu me mbet këtu. E unë i thosha në kofë se më shini, mbas 5 viteve atëre mundi me folë. Por vërtet ka dalë fjale aty nëse unë 40 vite kom qëndru atje. Në njëshinë dhe madhështinë e bjeshkëve të Rrugovës shtrihet Dugaiva që sot numëron pak banor, por që mbetet i paharuar për ata që u lindën dhe u rritën aty. Në majën e një prej kodrinave të fshatit ngrihet një kull, edhe pse ndërtuar në vitet e fundit, ajo ruan arkitekturën tradicionale që gjithmonë kishte ndruar Ramiz Mujaj. Pas 40 vitesh jetë dhe punë në Mërgim, ai vendosi të rikthehej përgjithmonë në vendlindje për të shijuar pensionimin dhe vitet e pleqërisë. Dugaiva është vendlindja ime. Unë kom lind këtu, kom emigru, kom qenë shkollën fillore kom kryer në 4 vjeçare kom kryer këtu në Dugaiv. 8 vjeçare kom kryer në Haxha që është 5 kilometra me shku dhe me ardh. Edhe shkollën e mesme kom kryer në gjimnazin 11 maj, atëherë është quajt Bedri Pejani sot. Në vitin 1980 kom kryer gjimnazin, shkollën e mesme. Mbas gjimnazit kom regjistru fakultetin Gjuhë dhe Letërsi, Gjenerate të Otënitës. Edhe me njëherë, mas shkollës mesme, na kanë marrë ushtarë. Ka qenë gjenerata e parë, kom qenë mas shkollës mesme që i mërshën njerëz ushtarë. Edhe përsëri jam kthy në fakultet. Kom kryer 3 vite, edhe mbas 3 viteve, unë kom mendu me dalë jashtë se gjendjen politike kem pas shumë të keqe në familje. Kem qenë shumë fëmijë, vllau ka pas ranë në burg në të Otënitën, ka qenë 10 vjet burg politik e Nish, edhe kështu që gjendja familjare është keqësu shumë. Edhe unë kom pas sanksione, e në fakultet s'kom pas kur farë drejtave si kur nacionalist. Gjithë kum kam përcjell shkaku i familjes. Edhe kështu që jeta u bo shumë e vështirë, nuk kom dalë në kamp, ditën e ditëlindjes kom dalë në kampin e Trajskirhen në Vjenë dhe kom qëndru 1 vjet. 1 vit kom nej, aty më ka lind djali, Fatmirja ka ardhë edhe jem martu në Austri, në kamp. Aty ka lind ylli, kom nej 1 vjet, atëre kem shku për Amerikë në mënyrën ilegale për mes Meksikës. Edhe me 26 mars unë kom rrinë në Amerikë 1986. 1986, bravo, po. Edhe ka vazhdua jeta për 40 vite e New York. Kom pas një aksident edhe nuk kom drejt me punu unë në Amerikë. Punë të rregull s'kom drejt me punu. Për 35 vite kom punu ka 3 punë. Plus në shoqatën Vatra kom punu dhe kom qenë në kryesi për 35 vite, 36 vite. Edhe me shoqatën Rrugova me një grup të vogël e kom kriju une me një grup shumë të vogël edhe hala vazhdojmë prej 2008-ës. Kom qenë zëdhënës i shoqatës Rrugova për 7 vite. Edhe me shoqatën e shkrimtarëve unë jam prej 2011-ës. Edhe tash, mbasi që kom pas një aksident unë atje, kom mendu dhe kom fillu me investu në vendlindje, si që shihet kulla, edhe ky vend për mua është gjithçka. Është parajsa vetë. New York më pëlqen, Amerika më pëlqen, njerëzit janë të mirë, Amerika ka punu për çështjen shqiptare.
edhe për çështjen e Kosovës, për pavarësinë e Kosovës, ka e drejta unë kam marrë pjesë si kur gazetar edhe në dëshminë në Senat, në dëshminë e intelektualëve serbo-shqiptar, kam qenë sikur gazetar i Vatrës, mbrana në sallë, kanë qenë 100 serb, 100 shqiptarë në tjetër. Në krye me Ibrahim Rugovën, Recep Qosjen, Fehmi Aganin, kush kanë qenë ata 17 intelektualët. Kem marrë pjesë në çdo demonstrat në New York, çdo demonstrat në Washington. Me 10 ramia, po e ceku vetëm dëshminë e Washingtonit 1990 kanë qenë për mbi 20.000 shqiptarë në demonstrat. Po vetëm 300 kanë hyrë mrena. Pjesa dërmuesa kanë mbet jashtë në dëshmi. Kështu që një përmbledhje e vogël. Po, edhe jam kthy këtu, tash bëhen gati 3 vite që unë rri ka 7-8 muaj. Nuk punoj, këqyri lulet, këqyri pak do shpez, edhe rri këtu se ambienti është fantastik. Po, ka pak merrem edhe me turizëm, se Nostalgjia për rinin e kaluar në Dugaive para se të merrte rrugën e mërgimit mbetet ende e gjallë për 67 vjeçarin. Ai thot se ato ishin vite të papërsëritshme. Ky vend ka ndryshu tash 100% që është 100%. Po unë mendoj që mbi 300% ka ndryshu me jetën e atëhershme. Këtu, kur kom qenë fëmijë, ka ra edhe borë, ka 2 metra. Shtëpiat kanë qenë arkaike. Në mënyrën më të thjeshtë kanë qenë të punume. Këtu ka pas blegtori, bujqësi edhe bletari. E përkujtoj vetë gjyshin edhe përkujtoj edhe babën. Na kem pas blet, na kem pas bakti, na kem pas lop dhan, por dimnat kanë qenë shumë të vështirë. E më kujtohet, po edhe më kujtohet edhe s'mundet pa më kujtu. Dimnave o dasht, për shembull, njeriu i ka pas s'di sa lop edhe kije, ka fillu prej fundit të katundit, edhe me lopata e me kije me qelë rrugën edhe me shku deri në Kuqisht. Borën me qelë. Por dimnat këtu janë siguru e në vjesht. E në vjesht është marrë, për shembull me kualë mbajt milli, se rrugë s'ka pas, rruga më e madhe ka qenë që ka që gjanë. Edhe bishim ka Kuqisht, ajo kanë qenë dhe rrugë tjera. Këtu në vjesht të dasht për shembull me marrë kualë, hua, mome. Kualë të katundit me pru, një familje me pru millin, për 6 muaj. Edhe bylmetët e sendet dhe ka kalu dimni, njerëzit s'kan lëviz fare. Shumica e njerëzve veç ata të vjetrit edhe të zotë të shtëpisë se s'kan ditë ku është peja. Unë për shembull derisa i kom bo 15 vjet s'kom ditë ku është peja. E kështu që, po, dimnat, këtu kanë dalë musafirë se na kem qenë të lidhun me plave, me gusia dhe me vuthaj, martesat i kem bo me vuthaj, edhe dasmat janë bo si dimën, si verë janë bo, qashtu qysh janë bo, edhe musafir ka pas shumë, kur ka dalë musafiri, është prej posterma që i kanë thonë, edhe 2 ditë ka nejt musafirit e na, pa marrë parasysh i kujna ka qenë musafiri. Tjetër 2 net tjera ka nejt e dikush tjetër, veç bëva ki 1 muaj ditë musafiri së të shqu për i këtujit. Ty e lujt kapuqa, ty ra lahutave, ty ra këtyne sendeve të vjetra, shumica e kapuqa. Dikur ka lind edhe shahi. Këtu jenë bon kampionet shahit katundi ka bon, edhe rrugova e mbledh kush ka ditë me lujt shah. Por verave, këtu jenë bon lojnat olimpike. Gati se cili katundi ka pas lojnat olimpike, me kual shale, se cili ka pas shpite më dhaj, kanë pas kual të shales. Edhe i kanë gjetë ato fushat më të bukura që si kanë ushtru kualt. Me kalëru, me vrapim edhe me këcim, i kanë qëndis shumë bukur, me aso pasqyra e me sende. Me emocione kujton traditat e trashëguara nga të parët, dasmat mikpëritjen, darkat e lames, por mbi gjitha sportin, për të cilin thot se dikur ishte jashtëzakonisht i zhvilluar në Rugov. Ka qenë dasmat kanë qenë me kual. Për shembull, kual të shalës kanë shku ma përpara me baraktarin, kanë shku atje tupanat janë dëgju në përkatundet të ndryshme derisa kanë ardhur, veç që ka qenë, për shembull, dasma ka rrime me qenë gati 1 javë ditë. Edhe 1 javë ditë ka ndodhur me qenë dasma. Po,
Ky ambient që e shihni këtu, në vitet para 70, 80% ka qenë ara. Krejt që ka e shihni këtë sipërfaqe, kjo ka qenë ara të mbjelluna. E vjeshtave janë bo darkat e lamës. Se cili njeri e ka pas arën e vetë, po me drapna. Me drapna, femna ty me drapna e mashkujt me kual, edhe ty mbledh ato e ty venin e lamës e kem qaty për shembull. O dash me sill kalin rrëth e rrëth. Me blu ata, atëre me lopata, me hjek ato imtë me dal i drithi, se ka pas elbe dhe tërshon mas shumëtit. Për gja, atëherë është përdor dhe elbi për buk. Buk grunit, kush e ka qit një pite, ka qenë fantazi. Buk kolomoqit po ka pas. E kështu që, po që kjo është pjesa, po ka pas rini mjaft. Jënë kanë qendrat e speciale kanë qenë ku a lujt volejbolli, ku a lujt futbolli, por këtu dimnave ka qenë bore madhe, këtu ka qenë edhe kampionet e skijimit. Këtu Riza Demaj, Harush Demaj, janë skijat me kanë 30-40 vetë. Qendrat e skijimit kanë qenë atje, ka qenë këtu, edhe deri e në 12 orat natës janë skijat njerëzit. Se hana këtu është sikur ditë, kur është bora. Bora është shumë e ngrit, tash jo, se ka ndryshu klima. Po atëherët me qenë dikun një qendër me ndigju njeriu, ke ndigju me raplimat skijave. Në çdo pjesë, se vishin edhe prej tjerave katunde. Sidomos se jo këto sallonet e mëdha se janë bogt, për sallonet më të lehta janë kënë këtu. Sipas rrëfimeve historike, Dugaiva para rreth 150 vitesh ishte e banuar tërësisht nga familje katolike. Këtë sipas tyre dëshmojnë edhe disa artefakte që ruhen ende në fshat. Një legjendë thotë që fshati është Dukaj. Në vllazni Pepnika, Duknika, Staknika, Drelnika, Malnika. Këta kanë qenë vllazni dikur legjendë. E kupton. Tash na nuk kalojmë, tash kjo ka 150 vjet, ky vend ka qenë katolik. Tash është një 15-20 minuta prej këtuit ka qenë katedralja. Katedralja për 3 fshatra. Që dioqeza e Shkodrës ka dhënë mesh në katedralen e Koshutanit, Shkrelit edhe Dugaivës. Prej Shkodrë ka ardhur prifti, edhe është, unë e mbaj men edhe e di ku janë muret e katedrales. E po, këtu toponimet e fshatit, për shembull aty poshtë është kroni i Nikulës, thirrët edhe sot, ka nisë mu zhduk ka pak, kroni i Bogve, kroni i Stakut, kroni qafa e mullinit, aty ka shkojshim në shkollë, këtu ka pas mullim e erë. Legjenda, edhe, dhe më thonë, toponimi qysh ka met, e thonë me asidrujnave edhe kanë blu millin e asi. Po, toponime ka mjaft, Llazi Lulashe, krejt është toponim i katolicizmi që ka qenë këtu. Edhe atë legjendën e dini që Rugova ka qëndru kundër turqizmi shumë. Kur si ka pagu tatime? Turkut. Si ka lënë me dalë. Ka thonë, jo, unë jetoj vetë, rrini që atje. Po, tash, për shembull, mundi me kalu në brez jem në 4-5 breza, në 5-6 breza kalim të katoliku. Edhe mbjemni i mujaj, na e kem pas bjeshkën atje, bregu i mujit. Tash, për shembull, po eci prej gjyshit, Rami Idrizi, Idriz Avdyli, Avdyl Selmani, Selma Muji, Muj Qorri, Qor Prenga. Dhe më thonë, muji, si kem kalu në muslimanizm, ne kem morë mbjemnin. Se na lejq jem. Lejq, gjysa e Rugovës është lejq, gjysa e Rugovës është nikq edhe muriq. Po, krejt jem kelmend. Krejt Rugova është kelmend. është diçka në detale. Jeta ka qenë e vështirë këtu, me bakti është jetu, një pjesë të madhe me kositje, janë shqit sanat, edhe me mal, edhe me boronica.
edhe janë kaladashat e qetinave që janë shit një pjesë. Ajo kem punë e mundimshme se qashtu në siguru jeta këtu. Jeta po flasë fëminia jame. Kur krahason në jetën e dikush me atë të sotmen, ai thot se I duket e pabesueshme, se si njerëzit e asaj kohe ja dolën të mbijetonin në kushte aq të vështira. Kjo jetë është shumë më e bukur e ma komfortne me internet e me krejtë. Unë 2 ditë me met pa internet më duket që kiamet. Por me mujt me kthy një pjesë të asaj jete. Se ushqimet, jeta ka qenë krejtësisht primitive. Krejtësisht primitive, nuk mundet kush me imagjinu vetone që e kom përjetu, s'mund me imagjinu sa ndryshimi madh ka është. Po, edhe një sen tjetër, rrugova e sirme, që përfshin koshutanin, pepiqin, edhe këto tjerat, drelajt, edhe ane edhe këne hajgjajt, stankajt, bogt, pjesën ndërmuese të tregtisë ne e kem bon 1 bangrad. Baran. Kur kem shku me shit tregti mazë dhe tamële dhe dhanë, lope asi, pjesa ndërmuese ka shku prej këtu I drejt, është 12 orë ecje. Por, po ju tregoj një send, se është shumë me vlerë, historiant shumë vështirë din, po e din vendasi. Pra ata është problemi më I madh që historiantë dhe politikantë nuk janë marrë me çështën Rrugovës, edhe në Rrugovë tjetër është prej Bogëve deri në Nivangrad. Krejt tokë Rrugovës. Eksaktërisht sa që shihni Rrugovë këtu është prej Bogëve deri në Nivangrad. 12 orë ecje. Krejt livadhe, krejt tokat Filanit, tokat Dugajivës ka shumë atje. Se atëherë kanë qenë njerëzit për shembull në katunin ton ka pas që I kanë thonë milioner. Veç lira ka pas kohën e Turqisë. Po ka pas mal shumë, ka pas dhënë shumë, ka pas tokë shumë. Por ato kanë mbet atje. Krejt janë me tapi turkut. Malli për velindjen nuk ju shua kur, pasi rriti fëmijët vendosi të rikthehej, përgjithmonë në Kosovën, ndërsa në Shtetet e Bashkuara udhëton vetëm për vizita. Unë kom jetu me shpresë edhe kur kom dalë mas parit. Unë kom pas njerëz të mijit në Amerikë. Edhe më thoshin të marrë Amerika me të mirë. Edhe si do më thonë kur thot të marrë Amerika me të mirë ti përsaktohu me mbet këtu. E unë I thosha në kofë se më shini mbas 5 viteve atëre mundi me folë. Por vërtet ka dalë fjale aty nëse unë 40 vite kom qëndru atje. E tash për shkaku I shëndetit edhe që fëmijët I kanë punë të mirë. Fëmijët janë mirë, janë 3 fëmijë kom, Yllin, Bestarin edhe Blerten. Janë shumë ma mirë se une, edhe une kom qenë gjithmonë punëtor. Ylli ka lind në Austri, I ka 40 vite, Bestari është 39 vjetë, Blerta ka lind në 92 sa vjetë po I bjen, 30 sa vjetë. Gjithë janë mirë, gjithë janë me fëmijë. Kom ardhë në mars, edhe rri deri në 10 orë kom biletën kthyese. Deri në 10 orë rri. Vitin e ri e pres atje, si vjet mendoj me nej ma shumë, një 4-5 muaj atje. Ashtu janë do plane më ndihmu fëmijëve diçka, por pjesën ndërmuese rri këtu. Edhe e kom ndërmend. Fëmia me pa durim e presin, po janë të nxonur me punë me ardh këtu. Fëmia. E tash problemi I fëmijëve e kam problem që fëmijëve nuk mundin më ardhë. Unë e kisha dasht, I kom 7 nipa dhe mbesa. E kisha dasht me bërshu këtu edhe më knaq 2-3 muaj, sa është vend fantastik. Unë mendoj që Rrugova është Zvicra e dytë. Por vetëm infrastruktura edhe shteti nuk kujdeset për këtë vend. Këtu është bumerangu I komunës Pejs e I qeverisë Kosovës, këtu është sa që ka bugjet, unë mendoj. Sa që ka bugjet krejt Kosova që vinë ata një pjesë 20%, 25% mund të më rrjedh prej Rrugove me turizëm. Sa është për gjithë shka, pamje, hiking, bio ushqime, natyra është fantastike, thjetjet, lojna, e çka tjetër.
Ndërtimin e shtëpisë në formë kulle nuk e mendoi dy herë. Për të ishte ëndër e kaheshme, sidomos pasi lufta e fundit la pas shkatrime të mëdha. Une, sikur çdo njeri që e tërhiq vendlindja, këtu ka ndodhur lufta. Në luftë na kemë marrë pjesë 40 vite për marrë që kjo ditë e shlirimit. Edhe këtu rrugova e sirme ka qenë e djegune gati 100%. Na e kem pas kullën aty ku ka betoni, ku jem rrit. Deri 20 anëtar familjes. Edhe e kanë djeg. Por, në vitin 1999 në ka marrë për herë të parë mas luftë këtu. Kretë gjithë shka ka qenë e djegune. Edhe kom tije une biseda që mala zest se na rrugova, na kem pas luftë me malë në zi shpesh herë. Në luftën e parë botnore, luftën e dytë botnore, herë na kanë djeg, herë i kem djeg. Herë na kanë debu, na kanë qenë në Shqipëri, herë i kem fitu luftat, edhe luftën e dytë botnore na kem fitu deri në Vangrat, po na kanë marrë me politikë. Edhe kom dëgju një histori që Malazeste pas kanë marrë një plak 90 e sa vjeqar me helikopter. Edhe e kanë shëtit për mbi rrugovë. Edhe i kanë thonë, ti më na të regu, a ma mirë i kem djegë, në që tash rrugovën, a rrugova na ka djegë dë njëherë neve. Edhe plaku ka thonë, mas mirë që tash i keni djegë. Se katunët e poshme kanë bet shpia, po këtu s'kanë bet pare. Edhe ata e në kanë të knaqën. Unë për hirë të shpirtit tim, e për hirë me ringrit, e kom ngrit një kull me kapacitete, modelet kanë ardhur prej New Yorkut, po kull e gurit kombinim me traditën tonë, që mund me kanë edhe si lloj kështjelle, po inspirimit të jetës. Kjo kull është inspirimi i jetës time edhe inspirim i jetës rrugovase ringjallës përsëri pas lufte. Që kaq kom pas mundësi. Që kaq kom mundësi, shpirtin e kompletart. Fillon me gur, mbaron me vizatime, me punë, me lule, me sende, me livadhe, me gjitha, por kjo është simboli i qëndresës, simboli i ringjalljes rrugovës. Kjo kull. Në kull nuk mungon oda tradicionale, as shumë artefakte të tjera të cilat Ramiz Mujaj i konsideron pasuri me vlerë të veçantë. Këtu ka për shembull pegla është që se kem pas me zjarm. Vendase. Të rokaqa e dhenve tona që i kem pas, unë e kom gjetë të shkatrume prej kohezionit. E kom riparu, po kur kërset, unë nostalgjin e di të kopes që e ka pas baba. Edhe gjyshi. Ramidrizi ka qenë një njeri i vorfun, se ka qenë djalë Hasretit, baba i babës tim. Ka qenë njeri që i ka respektu krejt rrugova, sidomos fshati. Ka qenë sikur lloj pleqnarit. Po ta tregoj një legjendë se ai ka pas 2-3 shok. Hyski Bishin, ka pas Treqalinin dhe dikush tjetër. Ata kur ka ndodhur ndonjë ngjarje, nuk po thëmen ligjin e kanonit se atëre ligje s'ka pas, se sa na kalon Turku, sa ka ardhur Jugosllavia, ku me ditë, ata ligjet i kanë bën vetë për me rregullu fshatin. Për shembull, që kom dëgju se ata i kanë bojt mendur diku 12 vjeç kom qenë kur ka vdek gjyshi. Kanë ardhur njerëzit në pranverë se njerëzit kanë prej rrafshit kanë dalë me kopi. Ne për Katundë dhe kanë shku ku kanë pas piksynimin me ne në bjeshk. Edhe pas kanë kalu këtu me bakti, edhe dikush prej fshatit, se s'po japi me emën, dikush prej fshatit ja vjedh një kinç. Ati musafirit që vdel. Edhe vjen të gjyshi, thot, dikush ma vjedh i kinxhin. Gjyshi edhe qaj 3-4 njerëz që kanë qenë pleqnartë këtu, i kanë thonë, ti më na e dhon 2-3 orë, më na e dhon mühlet i kanë thonë atëherë, po më na e dhon kohë. Se na kinxhin keme ta pru. Edhe ata e kanë ditë kush vjedh, ose kush i pleqkit njerëzit, edhe në shku mas 2 orëve, i kanë thonë qetë edhe rruga e mbarë të koftë. Domethënë e kanë ditë eksaktërisht ç'është funksionon fshati. Kjo është ngjarje e vërtetë që ka qenë.
E po, tash ka nis mu ndërtu fshati, këtu s'ka qenë një ndër shtëpiat e para, unë mbas luftës kom marrë një stand vogël e kom pa vendos, atëherë kom vendos të 2011. Këtu ka qenë ceremoni edhe kur është nis themeli, edhe atëherë me promovime, me sende. Edhe pse pas kthimit nuk gjeti shumë gjëra në rregull në Rugov, 67 vjeçari thot se kurrë nuk I mungoi vullneti për të investuar në velindjen e tij dhe për të kontribuar në ruajtjen e trashëgimisë së saj. Vullneti është edhe individual, po vullneti kish me qenë mirë se ka kuadra shumë, në Amerikë ka kuadra dhe ka njerëz me kapital shumë të madh. Gjitha fajet mundet me alon njëri qeverisë, tanishme se shtetë që s'kem qenë atë që shumë vjetë. Gjitha fajet I ka qeveria në koftë se nuk I kthen kuadrat, se këtu ka kapacitet. Këtu gjithë çka unë mendoj, krahasim që kom jetu 40 vite në New York, Amerika është 250 vjeçare, sa është. Nuk ka traditë si që ka populli shqiptar. Edhe po unë eci një mostër, se Muhammed Aliu, shqiptar, ka shkuar ka kriju Egjiptin, ka kriju autodidakt, e ka kriju Egjiptin moderne, ka kriju operën moderne, I ka qu studentat e Egjiptit në për Francën, për Anglije, gjithka edhe ka kriju Egjiptin modern. E pse na nuk e krijojmë Kosovën moderne ose Shqiptarinë moderne me kuadrat jashtit, edhe me të mrenshmit. Që ata nuk bëjnë sherr, ata që vinë për jashtë, vetëm gjithçka në dy një e epin kapacitet këtu. Këtu na duhet neve. Këtu ish dash me ken tipi intelektual I udhëheqësisë në Kosovë. Nuk po them se ka pas keq përdorime, na kem përcjell, unë jam I ri, jo që jam I ri, po unë kom përcjell 40 vite që shkojnë punë. Këtu është vetëm që kuadrat e Kosovës nuk kanë kapacitet me josh njerëzit marrë edhe me investu në trujet e veta. Unë kom dëgju para 10 viteve, e në Austri, që kom qenë në Austri, di kush është Austria, janë 900 doktora shkencë shqiptar. Edhe 10 vite, 20 vite s'mu ish me I kthy ma, se rritën gjenerata tjera, e ish dasht me kontribu se Amerika është zhvillu me punësim, me taksa, me ligje, shkon në hanë, Amerika është super fuqi. Na mundim me qenë super fuqi në vendin tonë, se kem kuadra në botë, a disa kontributin një epin shqiptarët e Amerikës, a di çfarë reputacionit ka shqiptari në Amerikë. Është në piedestal, se punojnë, se e zbaton ligjin, punon shumë, ep kulturë shumë, edhe kulturë të veçantë në Amerikë, I keni pa me parada. Paradat, kur bon parada gjithë kombëtarët, është fantazi, gjithë kush afrohet aty, miliona njerëz me pa kulturën shqiptare. E për gjitha trojeve. Sot për sot, bota miniatur, bota shqiptare në miniatur është në New York. Ndaq ke prej Rugove, ndaq ke prej Qamrije, ndaq ke prej Kalabrije, ndaq ke prej Maqedonije, gjithë ka krejt edhe gjithë din me jetu bashkë. Edhe me zezak, edhe me popuj tjerë, me aziatike, me krejt. Këtu na nuk di me bashkëpunu bashkë. Nuk di me nda punët. Mendoj, nuk di me nda punët, se punë ka sa të dush, ndërtime, turizme, gjithë shka në botë ka nevoj këtu. Që ata mendoj. Është joshje qeveria, unë e epi joshje si individ. Po ka njëherë ma mërmendja që unë e kom arë si kur dhënshëm këtu. Aq takohna ndo elementet që më duket që jam I dhënshëm. Kur kuj si bëj gjo. Vërtet. Edhe jam pajtu, një rrugës ma kanë bo, jam pajtu, kur ma se banë. Po veç për ju të regoj, se gabim është. A di që vërtet, për 40 vite kom thonë mas paktit 150.000 ose $200.000 para kesh për çështjen shqiptare. Plus energji. Plus energji që s'kom lënë demonstrata në Washington as kur po bashku. Edhe I kom bajt ka 3 punë. E di çka do të thonë rinia. Rinia është një individ I rinis, është kapaciteti I çdo kapitalit. E plus sa rinia është. Si me bombe I mbledh. Si me bombe I kthy. Me kthy, po veç joshi, tregojë që ka ligj,
tregoj që s'ka korrupsion, se korrupsioni s'mund me luftu kurrë. Po lufton sa e lufton. Me ecë me kupolla, ti ecë, ja merr një njeriu 1 metër dru. Çka bane? Merr atina që ka vjedh me ka 20 vite, e që dihet. O që kriminalin ka pe fut në burg, mëse njeriu që kontribon mëse ngoc. Këtu është, unë e kom pa që këtu njeriu që kontribon këtu ngocit, se frigohen për tina. Ka njerëz që i kanë 20 aktakuza, ai sillet, ka do sillet, ma lirshëm se une. E s'merret kush me ta. Ose ja lëshojnë rrugën, ose bashkëpunojnë me ta.